Kina ka lidhje të forta edhe juve përmendët dhe të rëndësishme tregtare në këtë rajon, sidomos me Vietnamin, por edhe me Kambodgjën dhe Malezin. A gjikoni se kjo vizitë do t'i konsolidojë, përforcojë, siç e thatë juve, më shumë ato në të ardhmen, duke parë edhe gjithë kuadrin e tensioneve të luftës tregtare që po zhvillohet sot në botë? Besoj se një nga qëllimet kryesore është pikërisht kjo që Kina duke zgjedhur Vietnamin si një qendër nevralgjike e cila është një aleat i Amerikës në aspektin tregtar, por dhe një aleat po ashtu edhe i Kinës për shkak se ka një pjesë të mirë të ekonomisë kineze të zhvendosur në Vietnam me qëllim që ajo jo vetëm ta kishte si një pjesë të tregtisë së saj të rritit tregtar, por nga ana tjetër ta nashkalojshin tarifat e ndryshme. Dhe natyrisht ky është një nga ato kushte që Amerika tashmë i ka vendosur Vietnamit të ketë një kontroll mbi etiketat made in Vietnam me qëllim që të mos anashkalojnë tarifat ndaj SBA-s.